Mirë, tashmë jemi sërish në këtë transmetim të drejt për drejt në hapësirën që ja dedikojmë në fakt Kosovës. E tham me Florin që në niset programit që tashmë në Kosovë serbët të cilët i dojnë aty dhe që nuk kanë dokumenta do të kenë një leje të përkohshme e cila do të jetë 12 mujore. Se çfarë parashikon ajo ne do diskutojmë në këto momente me gazetarin Kemal Berisha, i cili na bashkohet në komunikim të drejt për drejt. Kemal, mirëmëngjes, faleminderit që je në program. Është një vendim i cili u përshëndet me njëherë nga Brukseli, Bashkimi Evropian ndoshta e ka parë me nota pozitive dhe si një formë për një dialog të nisur mes Kosovës dhe Serbisë. Si është parë në Prishtinë ky vendim i marrë tashmë? Po Brikena normal, lesh që ligji për automjetet dhe për të huaj ka ekzistuar edhe më herët, në vite më parë, por që duke qenë se nuk është aplikuar, nuk është zbatuar siç duhet, qeveria e Kosovës ka vendosur që t'i bëjë disa rishikime, ndryshime dhe vitin e kaluar në fakt në nëntor 2025 ishte pra parë që fillonte me zbatim, por duke qenë se qytetarët serbë e kishin konsideruar që është shumë shpejt dhe ata duhet të ambientohen që ta dinë çfarë përmban saktësisht, kishte kërkuar disa muaj që të, si them, me broshura me gjitha ato elementet e caktuara të dinin më shumë dhe me 15 pra të dielin me 15 mart vetë u fut në funksion. Shiko, më herët ligji ka ekzistuar siç e thash, por problemi kryesor ka qenë zbatimi. Serbët e Kosovës, pra serbët lokal, kanë lëvizur me automjete, me autorizime, me këto jo 3 muaj, po nërta me vitet e tëra, si kanë respektuar ligjet e Kosovës dhe është ardhur në përfundim se sigurisht duhet të bëhet një lloj rishikimi tek ligji për të huajt dhe automjetet dhe kështu që përfundimi është ky. Tani si është pritur, shikoj çdo iniciativë e qeverisë së Kosovës nga serbët nuk është që pritet mirë, dhe nëse është i mirë sepse kjo është opozitën që e kemi gjithmonë, pra serbët nuk kanë të kënaqur kurrë me atë që i ofrohen, përkundër asaj që i gëzojnë të drejtat kushtetuese si gjithë qytetarët e tjerë të Kosovës, por që kjo është tash. Edhe pse ndoshta nuk janë të kënaqur, Kemal, ndoshta ky është një hap i rëndësishëm për t'ia filluar nga diku mes marrëdhënieve. Megjithatë, për të ndalur pak tek ajo çka përfiton një serb i Kosovës, përveç qarkullimit të lirë të automjeteve, cilat pritet që të jenë, le të themi këto, benefitet e tjera sa i përket lejes 12 mujore. Po këtë 12 muaj mund të vit studioj, punoj, të ambientohet me gjitha, pastaj të aplikoj për nënshtësitë Kosovës. Sa shumë më herët ka funksionuar, por nuk ka qenë shumë i aplikueshëm në kuptimin që s'ka patur një status të qartë apo jo, se më përpara flitej ndoshta për një periudhë, në mos gaboj, 3 mujore, apo jo, se nuk ka qenë 12 mujore, apo jo, Kemal, si ka funksionuar? Kjo për leje qëndrim është që t'ju mundësot serbëve që më herët kanë përdorur ta zanë targat e Beogradit, kanë ardhur në Kosovë, jo 3 muaj, po me vitet të tëra dhe s'ka pasur kontroll. Tani me këtë, jepet mundësia që gjithë qytetarëve serbë lokal që janë në Kosovë, që me herët s'kan pasur këtë, s'kan dashur apo ndonjë arsye tjetër, që të marrin një leje qëndrim të përkohshëm 12 muaj, të ambientohen, pastaj të aplikojnë për nënshtësitë. Kundërtën, normalisht është problem sepse një huaj nëse nuk ka leje qëndrim në Kosovë përkohshëm ose përhershëm, sipas ligjeve të Kosovës, tash ligji 3 për automjetet dhe të huaj, mund qëndrojnë në Kosovë vetëm 3 muaj, pra edhe ta vozisë automjetin. Pas 3 muajsh duhet pastaj 3 muaj tjerë qëndrojnë jashtë dhe të kthehet. Kjo nuk vlen normal se ka qenë diskutime për qytetarët e Kosovës që kanë makina me targa Shqipërisë, raste për shembull që kanë në shtësi edhe të Shqipërisë, unë mund dalë andej, bëj një check-in check-out, një hyrje dalje, dhe s'kam fare problem, mund të vazhdoj pranë në Kosovë ta përdor automjetin. Por të tjerët që nuk kanë leje qëndrim në Kosovës, edhe qofshin bashkëdhëtar që është bërë tash një diskutim që ato ndodh, nuk mund ta lënë një makinë ose ta vozisin më shumë të 3 muaj në Kosovë. Sa qytetar pritet, Kemal, që mund të aplikojnë? A ke një informacion të tillë, mendohet përafërsisht se sa janë qytetarët që mund të duan të marrin leje? 10.000 serb mund të jetë në varësi, këto është një lloj shifre të caktuar, por
sigurisht që nuk është përfundimtare, sepse shiko, çështja kryesore e serbëve është të pjesa veriore, sepse Graçanica, kjo pjesa këne që kemi nuk ka fare problem, po ajo pjesë ka qenë më problematike, dhe unë shpresoj që me këtë ligj, me këto domethënë rishikime që janë bërë, në bazë edhe qeverisë Kosovës, do të ketë gjoba minimumi 200 euro dhe nuk do të ketë tolerime. Kështu që mundësia janë dhënë edhe serbëve dhe gjithë tjera. Që është ndryshim të ky ligji që tani për herë të parë çdo i huaj që vjen në Kosovë në pikat kufitare do të pajiset, do të shkarkoj në telefon personal një aplikacion ku pastaj aty do ta regjistroj shumë e letër, ta regjistroj adresën ku do shkoj, ta zambie me Booking, Airbnb, Turist, çfarë do të qoftë, që s'ka një reshëndrim në Kosovë, do të futet aty edhe pastaj aty do të futet në sistem që të kontrollohet që është sigurisë dhe gjithçka tjetër. E kuptoj. Pra do të ketë kushte sigurie dhe verifikimit të shtuar normalisht për aplikantët, ë? Jo, kjo është për të huaj turistët, kjo pikë që përmenda une, domethënë verifikimi të pjesa e kësaj është për turistët, pra çdo turist që futet në Kosovë është i obliguar që brenda 3 ditëve, varësisht sa qëndron, ta regjistroj adresën, për shembull nëse është në hotel, do ta regjistroj adresën e hotelit ku do shkoj. Që kjo është për organet e rendit dhe ligjit, nëse ndodh një gjë të caktuar, ta dim. Po, për çdo rast janë informuar se ku qëndron. Megjithatë Kemal. Shiko, ky dy ligjet që janë thjesht përshtatura me ato ligjet e Bashkimit Evropian, kështu që se këtë gjë ka përshëndetur edhe Petër Sorenseni, që është... E qartë. Kështu që... Unë mendoj që është diçka shumë pozitive dhe shpresoj që thjesht Policia e Kosovës ta bëjë punën e vet dhe gjithçka do të shkojë mirë. Kemal, për të rikthyer edhe një herë tek serbët e Kosovës, është një hap i rëndësishëm që qeveria edhe le të themi Prishtina zyrtare ka ndërmarrë për komunitetin atje. Megjithatë, sa le të themi e pritshme është që tashmë nëpërmjet këtij veprimi të rikthehet ai procesi i ndërprerjes i dialogut mes dy vendeve. Një deklaratë e Vučićit dhe ishte që ai në llogar mënyrë përshëndeti, sepse konsideroj që kjo është kuadër dialogut, edhe pse në fakt nuk është kuadër dialogut, por që e tha që mendimin e Bashkimit Evropian është bërë kjo gjë për serbët, shpresojmë që serbët mos të përsekutohen se ka ato gjuhën e vrarës Vučići. Që unë mendoj që serbët një pjesë e saktuar baza disa anketimeve që i kanë bërë disa media në Kosovë, disa duan ta përshafojnë këtë iniciativë sepse nuk kanë zgjidhje tjetër dhe në fakt. Thjesht kjo është një shtet normal, si gjithë shtetet e tjera të botës, dhe Kosova ka drejtën që ta bëjë një mënyrë tillë funksionimit, sepse siç thash më herët, kjo është këto dy ligje janë të përshtatura me ligjet e Bashkimit Evropian dhe para se të aplikohej zoti Kurti, kryeministri i Kosovës, i thirrri në takim ambasadorët e Kuintit dhe u shpjegoi gjitha procedurat dhe nuk është shqipoti ndonjë deklaratë themi kështu kontroversë ose kundër asaj që apo bën Kurti. Pra ai vetëm e ka treguar se ligji ka ekzistuar, janë disa rishikime të caktuara. Po, a do të ketë një reciprocitet edhe për qytetarët e Kosovës në Serbi? Ne po flasim për një vendim të përshëndetur nga Brukseli. Ekzistuar, në Serbi në fakt ekziston Brekena kjo. Ideja është e Kosovës, sepse në Kosovë nuk është... Ka qenë e mirë aplikuar, pra ka qenë një çështje e cila ndryshonte në Kosovë dhe në Serbi zbatoi më së miri? Po, patjetër, të pjesa e Serbisë edhe në vende të tjera, edhe ta zëm Shqipërinë zbatohet, te pjesa jonë kënej ka qenë më delikata. Mishmazhi, pra, shiko, nuk kanë ardhur të huajt jo vetëm tek serbët, se fokusi është te serbët në fakt, po edhe të huajt kanë ardhur të tjerë që thjesht ju ka dukur Kosova vend interesant, hajde po rrim 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, i kanë kaluar 1 vit ka qëndruar, s'ka pasur as adresë, as lajmërim, as gjë. Tani nuk lejohet ja. Edhe një tjetër risi që është, domethënë brenda ai huaji që do të rrijë më shumë se 3 muaj në Kosovë, automatikisht duhet të lajmërohet autoritetet e migracionit dhe nëse dëshon që të jetojë më gjatë në Kosovë, patent shoferi duhet brenda 1 viti të konvertohet në atë të Republikës së Kosovës. E qartë.
Mirë, Kemal, unë doja të ndalesh tek disa komente cilat i kam lexuar në fakt gjatë orëve të fundit, me njerë sa po erdhi dhe vendimi, dhe që shumë qytetarë shprehnin edhe këtë, le të themi, rrezikun që mund të ndodhi duke ndryshuar zonat demografike. Mund të ndodhi diçka e tillë apo ka një lloj mbrojtje, dhe të themi, dhe nuk përdoret dot në këtë formë? Si funksionon? Si komenton zonat demografike? Pra, nëse do të ketë qytetarë cilët le të themi do të jenë më të shumë, duke qenë se dhe aplikimet që ne thamë për serbë do të jenë në numër më të lartë. Të ndryshoj përqendrimi i tyre në qytetet ndryshme? Po jo, absolutisht jo. Shiko, ai që ka jetuar në Veritë e Mitrovicës dhe ka jetuar me dokumentaciona të themi të Serbisë. Ai aty e ka adresën në gjitha. Ideja është që ai nuk mund të vëzisë makinën ose të qëndrojë në Kosovë siç kanë qëndruar më herët. E ke parasysh, pra s'ka rëndësi pjesa demografike që ku jeton ai, a jeton Graçaniskë, që është komuna me shumicë serbe, apo në Veri, apo kudo tjetër. Nuk ka fare probleme e pjesë. Çështja është që ata që futen në Kosovë duhet të përmbahen ligjeve të Kosovës, pra ligjet për të huaj dhe automjetës. Nëse është me automjet, detyrohet që automjeti ta regjistrojë në targat Kosovës, më herë ta zënë me targat Beogradit, ka ardhur këtu, një muaj, një vit, 2 vite, 3 vite, s'ka pas problem, sepse s'ka pas kontroll të hyrje dalit. Tani çfarë do ndodh? Policia e Kosovës do të instalojë programe normalisht kodë Ministrisë të Punës Brendshme në çdo pikë kufitare dhe do të bëhet regjistrimi. Pra, nuk mund ta bësh, se pyetja ka qenë ç'a ndodh nëse një serb shkon e bën një hyrje dalje për shembull në pikën kufitare me Serbinë, futet brenda prapë dhe e përdor për 3 muaj automjetin. Ai do të ketë verifikim të saktuar kur ka hyrë, kur ka dalë, edhe të futet në sistem. Dhe nëse policia e Kosovës e ndalon rrugës, për shembull, e shikon që rastisht e ndalon rrugës, e shef që ai ka shkelur rregullat, pastaj do merren masa edhe ligjore, po ato tjera edhe këto, domethënë financiare. Isha shumë i qartë, Kemal. Faleminderit shumë për gjithë. Po për këtë Shqipërisë, edhe këtë se brejkena, mos mbezosh, e përmenda më herët, se i kam parë disa komente çfarë do ndodh me këto automjetet, sepse te ligji në fakt nuk është e specifikon këtë pjesë, është si e tregon si barabart me tjerët, por se nuk është kështu, pra se ne kemi shumë shqiptarë të Kosovës që kanë automjete me targa shqiptare dhe kanë edhe në shtetësi. Dhe ishtë dilema që do ndodh me neve, qysh ne çfarë do të bëjmë, a do të regjistrojmë në Kosovë. Po ideja te dallimi me këta serbët me tjerë që s'kanë leqëndrim, e përmenda rastin tim, dal patjetër, domethënë brenda 3 muajsh një herë, andaj edhe mund ta pini kafën kuks, kthehem, s'ka fare problem, domethënë. Thjesht për procedurë. Procedurale, po jo sikur për të huaj. Tani një problem që dhe këta ndoshta mos të bëhemi tepër, diaspora shqiptare në bazë reagimeve në internet, domethënë të shqiptarët e Kosovës në diasporë, një pjesë e tyre kanë hequr në shtetësinë e Kosovës për shkak ta marrë për shembull në shtetësinë e shtetit ku jeton, sepse shumë shtete nuk i pranojnë dy në shtetësi. Edhe tash ata nëse nuk kanë në shtetësinë e Kosovës, edhe dëshirojnë që të vinë në Kosovë, ata detyrohen që brenda 3 muajsh patjetër ta lënë Kosovën, që mos të, domethënë për shkak të automjetit, sepse është ke ligjin automatikisht me këtë ligjin e fundit, ligjin e ligjit është bërë. E qartë. Mirë, Kemal, faleminderit shumë. Faleminderit, Kemal. Është vërtet kënaqësi të ndajmë bisedat së bashku.